Përballë malit të komorit, unë para jush dhe para gjithë mediave, paraqis dorëheqjen time si kryetar i Partisë Socialiste, sepse jam i trajtuar pas me ju. Kërkesat e partisë nuk duhet t'i mbajnë ky popull dhe ta jetëve e ka votuar. Unë jam me popullin, nuk jam me partinë. Bravo i qoftë kryetarit të Partisë Socialiste me Poliçan që mori vendim të japë dorëheqjen, pavarësisht bindjeve politike të secilit, kur një njeri merr përgjegjësi për veprimet e tij, kjo është diçka që duhet të respektuar. Në politik askush nuk është i përhequr. Kur qytetarët humbasin besimin, çdo forcë politike dhe çdo drejtues duhet të reflektojë. Nëse mendoni se gjithçka është në rregull, dilni mes njerëzve, dëgjoni hallet dhe pyetjet e tyre, jo vetëm të flisni para kamerave. Sipas mendimit tim, Partia Socialiste ka humbur besimin e shumë qytetarëve. Shumë njerëz e shohin atë si simbol i korrupsionit, premtimeve të pambajtura dhe zhgënjimet. Prandaj, ky veprim për dorëheqje duhet të shërbejë si një moment reflektimi edhe për të tjerët. Mos u përpiqni t'i bindni qytetarët vetëm me propagandë apo me deklarata në televizione. Realiteti që përjeton shumë familje është krejt ndryshe. Me propagandë nuk shtrohet një tryezë në shtëpi, nuk ulen çmimet dhe nuk zgjidhen problemet e përditshme. Besimi fitohet me vepra dhe jo me fjalë. Në fund të fundit janë qytetarët ata që vendosin dhe vota e tyre është zëri më i fortë për një demokraci. Po ju, a mendoni se ka ardhur koha që edhe të tjerët të marrin përgjegjësi politike apo jo? Shkruani mendimin tuaj në komente.